Mimbroma, sa kalojnë ditët dhe javët dhe afrohemi zgjedhjeve të 11 majit. Natyrisht një temperaturë që teorikisht duhej të ndizej nga temi nga jo thjesht nga parullat, nga sloganet politike, por edhe nga programet. Megjithatë ne rrim dhe vazhdojmë flasim sërish për listat. Listat, pasi duket, listat jo thjesht po përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve, po përcaktojnë fizionomin me cilën grupimet kryesore politike po futen dhe po përgatiten për garën e 11 majit. Dikush për shkak të spaku, dikush për shkaqe tjera, sot po i paraqitet shqiptarëve me fytyrën e tyre të vërtet. Dikush me të fituesit, dikush tjetër për fat keq me atë të humusit. Ndoshta për herë të parë në historinë politike dhe elektorale, diskutimi që ne bëjmë sot nuk është kush do të fitojë zgjedhjet, po cila do të jetë shkalla e humbjes së dikujt tjetër, Sali Berishës. Për këtë do flasim sonte. Sigla. Sot kam kënaqësinë të kem në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ferdinand Xhaferi. Mirëmbrëma Ferdinand, faleminderit nëse tu kem program. Kënaqësi ti është kjo. Bashkë me mua është profesor Roland Lami, mbrëma Lami, faleminderit që mua politikolog. Sigurisht që listat janë kryefjala, zoti Xhaferi. Natyrisht ju jeni edhe në konflikt interesi në sensin që ju nuk jeni tashmë në listat e Partisë Demokratike. Besoj që nuk ishte zgjedhja juaj, apo ishte dhe zgjedhja juaj për mos qenë to? Nuk e di sokol juve nuk ju takon ta shtroni këtë çështje, sepse ne i kemi diskutuar përpara, kam qenë tek ju, sikurse kam qenë në të gjitha kanalet televizive kryesore dhe i kam të shprehura qendrimet e mia. Unë nuk kam pretenduar asnjëherë të jem në një listë e cila konceptohet dhe vjen si rezultati një procesi që e çon Partinë Demokratike drejt humbjes. Sikur se kam qenë gjithmonë i gatshëm të kontriboj me listë ose pa listë, kur është ndërtuar një projekt fitues. Por, mos të kesh pretendime për të qenë të kjo listë, nuk do të thotë që nuk e përgjegjësi për atë që po ndodh në Partinë Demokratike. Dhe kjo përgjegjësi na shtyn që të jemi edhe këtu. Sot, së bashku dhe të flasim. Ju e quani prioritet listat. Jo, unë tash prioritet në diskutimin sot. Kurse unë do të quaja hallka e fundit e një zinxhiri vendimarrje që kompozonte dhe shfaqte një parti demokratike që nuk po projektoi për të fituar zgjedhjet, po projektoi për të shërbyer interesave të kryetarit në raport me drejtsinë. Me drejtsinë. Dhe thëm këtë, unë i qëndroj, sikurse i kam qëndruar te ju dhe diku tjetër, mendimin tim që procesi, ka shi zotit Berisha, është i vendosur me një bazament të lëkundshëm ligjor, dhe kjo vjen nga një përmbledhje e ekspertizës së ekspertëve. Unë personalisht për kohën që kam bashkëpunuar me të, kam pasur dëshirë dhe kam dëshirë që të facilitohet non grata, po thonë këtë, duhet vazhdojmë të heqin jemi në Partinë Demokratike që kjo parti të fitojë zgjedhjet. Dhe Sali Berishës nuk është problemi non gratës, nuk është problemi i raportit që ka me drejtsinë, është problemi kryesor që i ka mbaruar koha politike. Dhe unë do të lutesha të më jepje 3-4 minuta kohë, ta shkeloj këtë, sepse këtu qëndron, çdo të sot i ka mbaruar koha politike. Dhe nuk kam pasur pretendime të jem në këtë listë, sepse nuk kam dashur t'i gënjej njerëzit. Ata këtu ke 1800 numra në këtë telefon. Ato kontaktet mia të përditshme, që mos futen në një fushat, kur është një projekt që i çon drejt humbjes. Pra çdo të sot i ka mbaruar koha politike. Fillojmë që nga viti 92. Berisha drejtonte Partinë Demokratike dhe erdhi në pushtet me 65% votave. Na erdhi ligji për pronën, që Berisha thot gabuam. Gabuam me ligjin për pronën, por ky nuk ishte një gabim që i erdhi mundësia 2005-2013 për ta korrektuar. Dhe nuk e korrektoi, dhe këtu kemi një fash, pronarët ishin të gjithë. Do të u thellua për mua me procesin totalisht antikushtetues legalizime dhe mendimi. Nuk ka rëndësi të masën e thellimit. Unë po argumentoj tezën pse i ka mbaruar koha politike. Pra këtu kemi një kontingjent, mund t'jen pak, mund t'jen shumë pak, mund t'jen shumë, që e kanë lënë Partinë Demokratike. Vim me firmat premedale. Gabim që i toleruam. Ka kërkuar ndjes pra ato. Ka kërkuar ndjes, po këtu përsëri janë disa të djathtë që nuk ja falën dhe u larguan nga Partia Demokratike. Kjo bëri që megjithëse po marr vetëm 2 shkaqe. Kjo bëri që megjithëse kishim një qeverisje shumë të keqe të Fatos Nanës 2003-2005,
Partia Demokratike erdhi në pushtet, por nuk erdhi më me 65%. Me votë popullore fitoi e majta. Erdhi si pasojë e lojës që bëri LSI-ja. Në 2005-2009 qeverisëm shumë mirë, po pastaj erdhi aleanca me LSI-n, që prodhoi 21 janarin, dhe njëkohësisht të futja e LSI-s me pothuajse 40% të qeverisë ishin me 10-13 demokrat. Profesionistë shumë të mirë, që në ato kohë Partinë Demokratike qarkullonte shpreha të raft LSI-ja. Sepse u rafshuan të gjithë nga puna. Edhe një kontingjent tjetër që ikën. Dhe gjitha këto bën që në zgjedhjet e 2013-s Berisha dilte mbas zgjedhjeve në konferencë shtypje të thonte që enough është enough. Pra unë nuk kam konkurroj më, sepse ishin këto llogari të bëra që e nxitën atë vetë. Pastaj vinë zgjedhjet e 2017-s, imponoi Lulzim Bashën kryet PD-s. Në para zgjedhjeve të 2017-s kam bërë një editorial në gazetë shqiptare. Pse Berisha nuk duhet hesht? I parashtroi 5 arsye kryesore aty, gabimet thelbësore që po bënte PD-ja në atë kohë. Humbëm zgjedhjet, investoi në bandë Lulzim Bashën. Se nuk e kishte sjellë Lulzim Bashën që Partia Demokratike të fitonte zgjedhjet. E kishte sjellë Lulzim Bashën që Partia Demokratike të mbronte interesat e tij. Dhe kjo ishte arsyeja që edhe në 2021-shin investoi për të mbajtur Lulzim Bashën. Dhe filloi të merrte me Lulzim Bashën vetëm kur Lulzim Basha u bë me të. Dhe gjitha këto, se demokratët mund të jetë dikush në biznes të vogël, dikush ka vite që është pa punë, se luftohet nga pushteti, dikush është në punë të tij, dikush është arsimtar, po nuk mund t'i bësh, nuk mund t'i pashtrosh pafund. Dhe është edhe një kontingjent tjetër që nuk ja fal këtë. Në 2023-shin krijoi foltoren. Aty ishte një moment kthese, se nuk duroi qeverisja e Edi Ramës. Dhe gjithë u bashkuam për një agjendë parlamentare. Unë si kam shkuar në asnjë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Kam shkuar vetëm brenda parlamentit, se gjithmonë kam pasur dyshimet që ky rikthim bëhet vetëm për interesa personale. Ju nuk keni qenë kur në selinë e Partisë Demokratike? Unë selinë e Partisë Demokratike kam qenë sa herë ka pasur mbledhje të grupit parlamentar, pa asnjëherë në mbledhjet e Këshillit Kombëtar. Po mos është ky problemi? Pse ai themi ju shtyu ju jashtë listës deputetëve? Nuk ja kam kërkuar unë, nuk ka shtyr ai. Dakor, e di. Pra, të lutem shumë, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Është ndryshe të mos pretendosh të jesh në një listë kur dihet që kjo listë është hallka e fundit një zinxhiri që çon drejt humbjes, dhe unë s'dua t'i gënjej ata njerëz. Jo, okay, duke lëmë me janë rastin tuaj, po për shembull ka pas raste të tjera, po marr për shembull rastin e një tjetër figure themi që vlerësohet e moderuar tek edhe jashtë demokratëve, nuk e di si është brenda demokratëve, po besoj që demokratët kanë nevojë për një themi show të moderuar të leadershipit të tyre, pasi ndoshta ata janë lodhur nga ky leadership i fortë, i egër, nga betejë në betejë, nga fitore në fitore, ndërkohë nga humbja në humbje, siç e thatë ju vetë, siç i radhitët vetë. Për shembull, Reda Baku shkoi ditën kur gjykata vendosi që sistema e Partisë Demokratike t'i kthej zotit Berisha. Dhe ju e dini vetë, zoti Berisha nuk është nga ata që harron. Shiko, dhe për shembull qëndrimet tuaja pro SBA, unë kam dëshirë ta mendoj pro drejtësisë re, unë gjithmonë kam menduar kritike ndaj Berishës që ju keni shprehur, jo si sot. Gjithmonë kam menduar që shkollimi im në SBA nuk duhet të jetë një problem, duhet të jetë një vlerë për Partinë Demokratike. Nuk e di si. Pra, unë nuk i hy këtyre. Dhe mos merrim me emra. Duhet merrim me parimin e skadimit të kohës politike. Dhe këtu më ndërpreve nuk më le ta mbaroj. Pra u kthyen në 2023-shin? Patëm betejën për zgjedhjet lokale? Aty qartasi fitoi Kashi Lulzim Bashës, duke ekspozuar si faktori kryesor opozitar, po qartasi u humb nga Edi Rama. Dhe atëherë unë dola me tezën që pa Berishën nuk bëhet, por dhe me Berishën nuk bëhet. Çfarë do të thotë kjo? Kontributi Berishës në opozit është shumë i rëndësishëm, por Berisha në krye të formacionit politik nuk e bën. Sepse ishte evidenca zgjedhjeve lokale. Ndjeshëm e mundi Lulzim Bashën, por po ndjeshëm u mund nga Edi Rama. Kjo nënkomptonte një leadership të ri, që do shkonte përtej të mobilizonte jo vetëm militantët që kishte Berisha, po të unifikonte PD-n dhe të shkonte përtej PD-s. Pra na duhej një lider për një parti më të madhe sekretari. Dhe këtu kam besuar. Çfarë pam ne? Investim për ta futur PD-n në sqetull. Në vend që partia të merrej me strukturat, për të forcuar strukturat që janë cop nga veriu në jug, dhe këtë e di çdo antar i Partisë Demokratike, në u morën për ta çuar PD-n një ditë poshtë balkonit dhe një ditë para spakut. Dhe pastaj në vend që të bënin primare, sepse dhe breja primareve ka vetëm një arsye. Tregon pa fuqinë e leadershipit për të marrë vendime. Dhe u fshem pas primareve. Ato primare me thënë drejt nuk e kuptuan se primaret janë provuar 2 herë në Partinë Demokratike.
Edhe në të dyja herët nëse kanë marrë pjesë 51.000 në të dyja veta herët kanë çuar e PD-s, nuk është në lajmi të i keq. dyja herët kanë çuar Me dyshime kanë po. O zotëri, tani lajmi mirë apo lajmi i keq është? Jo, që marrin 51.000 veta pjesë primare, nuk është lajmi i keq. Më e parancishme. Lajmi më i keq ka të bëjë me faktin që qofse marrim futu në Google apo në ChatGPT, çfarë janë primaret dhe ballafaqojmë ato që bëri PD-ja, është një turp i paparë. Ajo nuk diskutohet. Primaret janë një proces disa mujor, ku kandidatët shpallën dëgjovën ai zoti brenda PD-s thonte si duhet reformuar PD-ja, pra fillojnë me tezat për reformimin e partisë, kalojnë me tezat për reformimin e zonës elektorale ku qyteti Tiranës e të gjitha me radhë, ato ishin gjimon pas antarëve të partisë, po nuk mora pjesë, unë si kam njohur, pra nuk kam thash edhe një herë, gjithçka fillon e mbaron tek fakti që nuk kam pasur pretendime. Jo, dakor. Një listë që çon drejt humbjes. Kam një pyetje fundit, pastaj ndoshta edhe lami. Ndjes, po duhet ta shpjegoja këtë tezë. Prandaj edhe besoj që edhe unë pra, të gjitha faktor projektojnë që PD të shkon drejt humbjes. Dhe tu jemi dakord, sepse u reflektu prandaj tash edhe unë te listat tuaja që listat ishin hallka e fundit, por që tregon realisht faktin që Partia Demokratike zot Berisha po përgatitet për humbjen, jo për gjë tjetër. Por megjithatë, zoti Xhaveri, megjithatë edhe në këtë studio, në këtë emision e keni thënë që në çdo rast zoti Berisha është kryetari i Partisë Demokratike dhe ne duhet asnjëherë nuk kam thënë është kryetari i Partisë Demokratike. Atë që kam thënë në mënyrë manzir, atë që kam thënë në mënyrë konsistente është që duhet bëj një hap pras. Ky ka qenë qëndrimi im koherent. Por ai nuk e bëri hapin pas. Ai nuk e bëri hapin pas. Dhe ju prapë ndetet me të. Thash edhe një herë, 2 vite më parë ne u bashkuam drejt një agjende parlamentare. Dhe kështu e konceptoja unë bashkimin në diversitet. Unë baja qëndrimet e mia, është tjetër punë pastaj se bashkimin diversitet degradoj në valle në kush kërcen më lart e kush kërcen më poshtë. Po ky nuk është bashkim diversitet që unë mund ta blej. Pra le të themi se këtu është më kryesorja për të thënë një gjë. Guilty as charged është Berisha, por nuk është s'ka përgjegjës dhe kakrau i këtyre që u bashkuan në diversitet. Nuk kam pretenduar të jem të ajo listë, se unë kam qenë 5 herë përfaqësuesi një qyteti me një histori. Patjetër. 626 para erës. Dhe ata qytetarë të Durrësit i kam shërbyer në mënyrë të tillë që kam respektuar integritetin tim, por dhe integritetin e tyre. Nuk mendoj kurrë. Edhe ata banorët e ardhur së fundit në Knet, që janë fanca të zotit Berisha, më kam përshëndetur për qëndrimin. Dhe unë e shikoj që ka një lëvizje. Janë shumë PD-istë, dhe për këtë më vjen keq. Shumë berishist, që kanë qenë berishist deri para 3 vjetësh, brenda PD-s, dhe shumë PD-istë që nuk e pranojnë këtë lojë, dhe në 11 maj do kemi një mos pjesëmarrje masive në zgjedhje. Ata e kanë konceptuar që PD-ja është katandisur një klan, që Edi Rama i dhuroi vulën dhe nuk duan të bëhen pis. Dhe për këtë më vjen keq. Sepse unë përsëri e konceptoj që PD-ja është e keqja më e vogël, por e shikoj që ka një përhapje masive të mendimit që nuk duhet përzihemi në këto zgjedhje. Dhe për këtë më vjen keq. Dhe në fakt, ky më shumë se sa ndëshkim për BD-n e bitjet ndëshkim për Berishën, apo jo? Në rast kjo mos pjesëmarrje në zgjedhje. Është ndëshkim për Shqipërinë, sepse rotacioni ishte i domosdoshëm. Unë rotacionin e quaj domosdoshëm. Rotacioni i domosdoshëm, po gjithmonë pavarësisht të gjitha këtyre vërejtjeve, kur ka një alternativë. Pavarësisht të gjitha këtyre vërejtjeve që ekzistojnë, pavarësisht për faktin që edhe Garusi nuk futet ngar për të fituar zgjedhjet, por futet ngar për një argjend personale, pavarësisht të gjitha këtyre, unë rotacionin e shoh domosdoshëm. Unë mendoj që degradat forta të retrospektive e zotit Xhaveri, i cili u ndalë në disa komponentë të historisë Partisë Demokratike, na ndihmon për të nxjerrë në pa 2 elementë. Elementi i parë është që zoti Berisha në të gjithë drejtimin e Partisë Demokratike ka treguar që përveç 2005-s, për arsye pragmatiste, nuk bashkëton dot me kritikët, me kundërshtarët, me rivalët. Kjo fillon që nga Aleanca Demokratike, pastaj Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, pastaj më vonë Partia Demokratike Reformatore, dhe sot ku jemi me 3-4 freksione. Te Partia Demokratike Reformatore apo? Ky është komponenti i parë për të nxjerrë unë ndam atëherë. Më fal, po s'ka gjë. Ky ishte kritik ndaj. Unë nuk ishim kritik. Ne i tham Berishës se ç'duhet bënte. 2 akuzat kryesore kanë qenë jo bojkot dhe rregulloi gjuhën në raport me ndërkombëtarët. Në momentin që i korektoi të dyja këto, PD-ja erdhi edhe për këtë arsye. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet kryesore se në bojkotimet me ndërkombëtarët
pra në gjuhë agresive me ndërkombëtarët dhe në bojkotim të institucioneve, e provoi në 2001-shin, nuk erdhi. Dhe për fat keq përsëriti sërish në 2019, se ai ishte apo pas bojkotit, nuk ishte zoti Basha. Unë mendoj që lehtësojmë Bashën nga kjo peshë, nuk e mban dot mi supë. Shpjegimin e përjashtimit të disa deputetëve, duke mos i futur në lista sigurta, por duke lënë në listat e hapura, pikërisht duke ditur realitetin politik që ka Partia Demokratike sot, e cila në informacionet që kanë të gjithë kandidatët që janë jashtë listës, nuk shohin shpresë, optimizëm se mund të ketë ndonjë mundësi për të fituar mandat plus asaj çfarë është në listat e mbyllura, është një mesazh indirekt përjashtimi duke mos i pasur në parlament. Dhe gjitha kjo nuk është një rast i shkëputur, por është gjithë mundësia me cilin e ka drejtuar Partinë Demokratike, zoti Berisha, përjashtuar 2005-ën, ku bashkëjetoi me kundërshtarët dhe nuk i përjashtoi. Në çdo rast tjetër, i ftoi, në çdo rast tjetër i ka përjashtuar. I ftoi Bilebek, i tha të gjithëve elementi i dytë që është prap dhe lidhet me leadershipin e Partisë Demokratike, ne sot jemi përsëri mbi mënyrën se si drejtohet Partia Demokratike, sepse jemi në 30 vite në të njëjtin njerëz që e drejton këtë parti. Edhe shkoputja de jure, se de facto ishte brenda Partisë Demokratike, pra dha me leje Partinë Demokratike dhe e kontrollotën prap me leje atë, pavarësisht se ishte zoti Basha në drejtimin e saj, tregon që Partinë Demokratike nuk ka ndryshuar leadershipi politik i kësaj force politike që është forca kryesore opozitare. E majta Partia Socialiste, mund ta kritikosh, mund ta shash, vjen nga Partia e Punës, po së paku leadershipi është ndryuar. Disa herë. Po të paktën 2 herë. Të paktën 2 herë. Ndërsa tek Partia Demokratike, në 34 vite që jemi pluralizëm, nuk ka ndryshuar leadershipi i partisë politike. Jo, ma ka ndryshuar, ka qenë drejtar shehu kryetari i PD-s. Unë nuk po flas drejtues me leje, flas drejtues ku ish kryetari shkëput influencën, shkëput lidhjet, sepse në kryet e një partie ka një individ tjetër dhe ndërton aleancat e tij, vizionin e tij, e kështu me radhë. Nuk ka qenë e lehtë bashkëtesa apo përpjekja për varësi apo ndikim të zotit Nana ndaj zotit Rama, por realiteti politik tregon që aty ndodhi rrokata e drejtimit politik. A është kjo çështje për të diskutuar? Po sigurisht është çështje për të diskutuar, sepse shpejt do vinë rezultati i zgjedhjeve dhe në Partinë Demokratike mbas 35 viteve prapë do shtrohet pyetja, ora kush e drejton këtë forcë politike dhe si do të ecë kjo forcë politike? Sepse në krye të saj, nga mënyra se si janë ndërtuar listat, nga personat që janë vendosur listat sigurta, pavarësisht se kodi dhe rregullori e Partisë Demokratike nuk e lejon kryetarin e partisë në rast humbje. Po, statuti ndryshuar në kuvendin e 11 dhjetorit. Po, dhjetorit, dhe është saktuar qartësisht. Pra që në zgjedhje lokale shkon për vot besim, dhe në zgjedhje përgjithshme i ashtu quajtur Ineni Basha që e quajtur. Jep dorëheqje, po. Jep dorëheqje dhe nuk ke drejt kandidat. Dhe ne do jemi këtu dhe do ta diskutojmë këtë çështje, do respektohet statuti apo jo? Do japet dorëheqje zoti Berisha apo jo? Dhe fakti që vim këtu pra pikërisht në substancë, ne jemi në një çështje e cila është shumë e tekaluar dhe tregon dhe vjetërsinë edhe kalbësinë në drejtim që ka kjo forcë politike e cila nuk guxon së brendshmi të ndërtoj dhe të ndryshoj leadershipin e saj. Një pyetje kam për ty Lami dhe pastaj për zonën Xhaferi. Sigurisht, përgjegjësi fajtori kryesor, bim gjithë dakord, është zoti Berisha. Ca bin më herët, ca bin më vonë. Më vonë, sigurisht. Zoti Xhaferi përmendi dështimin gjithashtu edhe të Bashkimit për Diversitet, pasi ata që drejtonin këtë lëvizje, knun, si quhet e valle e Tropojës, e kërcyn për vitri. Sigurisht, po. Dhe në fakt, jo të gjithë ata në fakt janë, po kryesori i tyre është në listën e sigurt. Pra, le të themi, është fajtor Berisha, po janë dhe këta të tjerët që ose bëjnë sikur s'kuptojnë, ose nuk arrin do ta kuptojnë as pas 3 dekadash që zoti Berisha është ai që është.
Sigurisht kjo është një tango e cila nuk mund të shmangësh edhe përgjegjësinë e antarësisë brenda partisë politike, e cila Jo flas për leadershipin. sigurisht patjetër. Antarësia pastaj Pra jo, diskutim do të them tjetër, po. figurat kryesore që janë aty. Sigurisht nuk është një diskutim që mund ta vaturosh përgjegjësinë dhe ta lësh vetëm ke zoti Berisha dhe të shfaqësh edhe të tjerë. Faji është Landi, përgjegjësia, flas për përgjegjësinë. Ja ta mbaroj argumentin, se jam dakord. Ne ndajmë një mendim bashkë në kuptimin që ajo është një tango. Sigurisht leadershipi ka përgjithësi, ka rëndësi, sepse është institucion, nuk është thjesht individ. Dhe mënyra se si dhe fryma si organizon partinë reflekton dhe ndërton dhe mentalitetin se si sillen anëtarët brenda saj. Por në krahun tjetër, fryma e reagimit e kriticizmit brenda Partisë Demokratike është zbehur dhe sa vjen dhe sfumohet mbase ose nga që merret si emerqen që nëse këtu ngre zërin, je vetë përjashtuar, ose nëse këtu guxon dhe shpreh një kritik, duhet të shikosh për një variant tjetër për formacion tjetër. Ose nëse ti guxon dhe i thua të vërtetat, si zoti Xhaferi po i thot sot, është një herezi në kuptimin e jetës politike që çdo kush do të ndërtojë. Dhe kjo sigurisht ka krijuar këtë lloj hipokrizie e cila manifestohet dhe tek vallja që ju e morë si simbolik, po që është domethënie e madhe, sepse të gjithë ata që një pjesë e kritikoni zoti Berisha janë të egzaltuar me kërcimin e zotit Berisha, tregon edhe transformimin vleror që ka marrë ajo forcë politike e cila nuk guxon thot disa të vërteta që Zoti Xhaferi, do t'ju bëj një vlerësim dhe bashkë me të do t'ju bëj një pyetje që është ka brenda pa kritik. Ju e përmendët vetë, dhe ju ja kujtuam edhe shikuesve që në fakt me lëvizjen reformatore atëherë që ju nisët në vitet 2000-2001 brenda Partisë Demokratike, e cili u bashkuat e ju, drejtuar nga zoti Polla, apo jo? Ju patët dy teza shumë të forta, që janë aktuale edhe sot. Një mos bojkotimi institucioneve, dhe dyta është mënyra komunikimit me ndërkombëtarë. Sepse në atë kohë zoti Berisha ishte de facto non grata, komunikimet u mbanin o nga zoti Pollo, o nga ju, o nga Besim Mustafaj, pra kishte një izolim ndërkombëtar zotit Berisha. Kishte edhe për Berishën dhe për Nanën. Edhe për Nanën, mbas ngjarjes së Majdarit. Po. Por ajo që shoh unë të pa kuptim është se si ka mundësi ju si politikan të vjetër me përvojë dhe po ju po e nis me ju gjithsesi i besuat Berishës, i besuat ju bashkuat atij në 2005, ju bashkuat atij në 2022-shin, ju bashkuat 2023-shin. Pra, le të themi, ju bashkuat për arsye pragmatiste apo për shkak të faktit që ndoshta thatë ta luftojmë nga brenda se sa të rrim përballë. Tani i bëre të drejtë për drejtë pyetjet. Po të përgjigjem në mënyrë të drejtë për drejtë. Po t'ishte për të bashkuar për arsye pragmatiste, ishin bashkuar, një sekondë, jo, nuk e kam fare, po t'ishte, politika vetëm pragmatizëm është në shumë aspekte, dhe e keqja Shqipërisë është që është bërë 100% pragmatizëm, qofse në 92-96 ka qenë më shumë idealizëm dhe më pak pragmatizëm, tashti është bërë vetëm pragmatizëm. Pra, po t'ishte për pragmatizëm, ne do ishim bashkuar me Berishën në 2001-shin. Nuk do ishim bashkuar në 2005-ën. Kur Berisha kishte të njëjtën gjuhë agresive kundër faktorit ndërkombëtar dhe qëndrim karshi bojkotit. Ju bashkuam në 2005-ën se u bëm kushtet. Dhe atëherë edhe ti besoj do kesh qenë proardhjes Berishës në pushtet, se më kujtohet dhe shumë analistë si Mustafa Nane e tjerë, ekstremisht të majt, pra në mënyrë të padiskutueshme u krijuar një frym për të bashkuar. Unë s'kam qenë ekstremist i majt. Pastaj se jam qenë gazi dhe doktorin e Partisë Demokratike. Ja, kritika, po. Ja, shikoj. Unë kam qenë nga mbështetësit kryesor unë kam qenë nga mbështetësit kryesor në fakt të ikjes së Fatos Nanës nga pushteti, pasi mendoja dhe besoj vazhdoj dhe besoj sot që shkolla Nano që jeni gazetar të nderuar, kuptohet që unë duhet isha 10 herë më shumë që i përkisja atë informacioni politik në 2005-ën. Por ama, ju tem sinqertën, më thuaj. Duke qenë edhe vetë modestisht me kontributin tim shumë modest Partinë Demokratike, ke shumë kontribute, jo modeste. Qënë fillesat e saj, nuk është se këto probleme nuk i kam konstatuar që atëherë dhe nëse s'jam, nuk është se më kam munguar ftesat të rikthehem. Por me qetësi dhe me mirësjellje i kam refuzuar ato. Pse? Jo sepse si qenie njerëzore nuk kam dhe unë të temi qenien politike brenda. Por më pyet mua dhe po flet për vete, do më lësh t'ja përgjigje unë. Për pyetjet e drejtë për drejta. Prandaj që ta shpjegoj temën e pyetësime dhe duke respektuar dhe duke qenë koshient për inteligjencë, për aspektin tuaj intelektual, duke pasur një historik
pozicionesh kritike ndaj zotit Berisha, pse prap u rikthyet gjithë? Pra, në 2005 u rikthyem sepse ndërtoi një alternativë fituese. Nuk u rikthyem në 2001-shin, kur ai ishte i futur në bunker. Ndolli 2021-shi, e mbajti Lulzim Bashën. E shkarkoi Lulzim Bashën dhe ne e shkarkoi Lulzim Bashën nga partia, ne ishim pozicionuar në krahun e Lulzim Bashës. U bën zgjedhje pjesëme lokale, aty pam që megjithse unë isha në fushat pro kandidatit Lulzim Bashës, një djalë shumë i mirë, ai mori 9.000 vota, kandidati Berishës mori 20.000 vota në Durrës. Në këto kushte, ne jemi Partinë Demokratike për të fituar zgjedhjet. Ulu me evidencë dhe thua. Pra ishte një vendim edhe pragmatik deri. Kush do jetë, çfarë do bëjmë në këto kushte? Sepse në fundit të kesh probleme me zotin Berisha, nuk do të thotë që të bësh një politikë që favorizon Ramën. Ku do shkojmë? Ky është faktori kryesor opozitar. Dhe atëherë unë artikulova shumë qartë edhe tek ju, që pa Berishën nuk bëhet, sepse ky doli me vota faktori më i rëndësishëm opozitar. Por dhe me Berishën në krye nuk bëhet, sepse po me vota pam që ky na mundin e, po u mund ndjesh me Lulzim Basha. Pra, ky duhet jetë, po nuk duhet jetë në krye. Dhe në këto kushte për të dhënë një mesazh që ne jemi dhe jemi gati të investojmë, ndërtuam një agjendë të përbashkët parlamentare. Dhe qofse do të dish, kur na ka mbledhur për herë të parë Lulzim Basha në Hotel Tirana, unë atëherë, sikurse tani e konsideroja zotin Berisha jo problemi si faktor kontribues opozitar, problemi për të qenë në krye të opozitës. Berisha u vënua me 20 minuta dhe unë kam ikur nga takimi. Po, e mbajmë. Duke i thënë zotit Bardhi që qofse ky zotëria është problemi, dhe ne po bëjmë një sakrificë për hir të demokratëve, dhe ky vjen me vonesë, çfarë do t'i tregoj ky ti punohet? E kam lënë takimin. Dhe ky është fakt. Pra në këto kushte, duke bërë këtë analizë politike, ne u bashkuam drejt një agjende parlamentare për të parë që do investoj gradualisht, që Berisha të bënte një hap pas, dhe të kishim një lider që e bënte partinë më të madhe sekretari. Po këtë dhe mund, ne jashtë e kishim qartë që ai nuk ishte për ta bërë këtë lëvizje. Ju nuk e kishit të qartë. Çfarë përpjekje tjetër kishim ne për të bërë kur pam që ky ishte faktori kryesor opozitar? Kur kemi parë që ai ka thënë që problemin tim të nëngradhës dhe problemet që ka me drejtësinë nuk do i përfshijnë Partinë Demokratike. Po kur ai tha që unë do jem kandidat për kryeministër? Në mënyrë të padiskutueshme, ai ka thënë, ai ka të drejtën e vet të sot mërsi mendon gjërat. Ne kemi të drejtën tonë të themi mendimin dhe ky është diversiteti. Sikurse un kam thënë gjithmonë që duhet bëj një hap mbrapa. Sepse me atë në krye nuk i dilet, por dhe pa atë nuk i dilet. Gjithmonë kam qenë dhe i ngenim të ky qendrim. Dhe të gjitha vendimet që u bën, ai nuk e bëri hapën mbrapa. Dhe mori këtë vendimarrje, kanë sjellë ajo që unë e shoh me shumë keqardhje. Janë me dhjetra, me qindra njerëz që kanë votuar historikisht Partinë Demokratike. Dhe më thonë që do shkojmë tek partitë e vogla. Do shkojmë tek partitë e vogla. Sot bile po pija kafe me dikë e thonte, po pse më thonte zoti Berisha, pse mos votohet Dashamir Shehi thënë. Historikisht i djathtë. Historikisht i djathtë. Nuk e akuzojnë për asnjë akuzë, as për një anare, as për gërdec, as për gjëra të tjera. Maksimumi që i ngrënë është goda rakis, sikur ky do konkurrojë për mifti i Tiranës, e jo për politik. E pse mos votohet? Pra, shikoj, e përmend këtë rast për të thënë që elektorati djathtë e ka kuptuar lojën. E përmende kota apo e përmende plot? E përmenda se më erdhi për moment, nuk di unë të shtirem. Ashtu më erdhi për momentin, sepse qelloi sot paradite si bisedë. Pra, elektorati djathtë, ajo që unë konstatoj është që e kanë kuptuar që bëhet vetëm për lojë personale, pra ishte një zinxhir hallkash që nga 2022 deri tani, që në vend që të shkojë për të bërë një parti më të madhe sekretari, u investuar për të shkuar tek një parti e futur në skjetën e kryetarit, që ka bërë që me 10 të djathtë të mos marrin pjesë në votim. Është për të ardhur keq, po unë këtë e konstatoj, e prek dhe e ndjek. Unë ndaj me zotin 8.800 numra, se janë pak apo. Unë ndaj me zotin Xhaferi disa opinione në lidhje me çfarë u tha për zotin Berisha në një pikë dhe pastaj kam një gjykim timin personal. Unë bi dakord me zotin Xhaferi në kuptimin që mbas zgjedhjeve të 2021-shit, u krijoi një situatë paqartësie në lidhje me të drejtën e drejtimit Partisë Demokratike. Dhe tek zoti Berisha, jo pak demokrat, pan shpresë, duke njohur eksperiencën, duke parë që është një kafshë politike që historia ka treguar që ka ditur dhe të luaj politikisht,
duke parë Edhe që që u Zoti rikthye Berisha... në kohë që i kishte gjithë Ja, do ta them, po, duke parë që Zoti Basha kishte zaruar të gjitha mundësitë për treguar që është një lider që e çon këtë forcë politike në fitore dhe i besuan, si të thuash, të gjithë basin në të cilin ai shpalli publikisht brenda Partisë Demokratike dhe jashtë duke thënë: unë jam gjendje të fitoj ndaj Zotit Rama duke parë të gjithë kundra, edhe faktorin ndërkombëtar brenda, edhe non grata brenda. Dhe unë gjykoj që zgjedhja 2023 do të ishte momenti krucial për të treguar që ky bast i Zotit Berisha humbi. Dhe në atë moment do të ishte momenti që ju me të drejtë ngreni tani dhe unë këtu ndahem me Zotin Xhaferi, që ishte momenti për të adresuar kritika dhe për të marrë qëndrime të forta ndaj vazhdimësisë të leadershipit kësaj force politike. E kundërta ndodhi. U pa që aty shumicë është Zoti Berisha, aty shumicës Partia Demokratike në planin opozitar, dhe të gjithë apo shumica bën marrëveshje pragmatiste. Dhe thanë, më mirë të shtiremi servilozemi për të kapur një pozicion deputeti, se sa të luftojmë për ardhmërinë e Partisë Demokratike. Ky ishte momenti për mua që t'ju lexojmë barrën e përgjegjësisë. Kjo lëvizja për bashkim në diversitet, a u trahtua nga ata që drejtuan Zoti Xhaferi? Unë nuk do të... Sepse Guilty as charged e dim, është Zoti Berisha, dileman do t'ja diskutojmë pak pjesën e dytë, kush komponoja me Berishën në perspektivën e saj. Do t'jem fare i sinqert. Po, a u trahtua lëvizja për diversitet? Në politikë janë... Bashkim për diversitet? Në politikë janë zgjedhje. Kur ne u bashkuam brenda bashkimit në diversitet, i gjithë grupimi që drejtohej nga Gazmend Bardhi, kishi mendimin e unifikuar që me Berishën në krye të PD-s nuk i dilet. Bile kemi dhe deklaratat kolegëve që thonë që ikim nga politika nëse Berisha vjen krye të partisë e tjera, sepse ashtu mendoi. Pastaj nga konceptimi, shiko, për mua janë të gjithë kolegë të nderuar. Dhe s'merdi mirë fare që e dha datë pamjen me Vallën, kam vendosur të vazhdojnë karrierën politike në kushtet sepse unë i kam vënë ata të kërcen. Në kushtet si është diplomuar, në kushtet. Unë kam përshtypjen si ka vënë Zoti Berisha. Mua nuk merrti mirë. Ç'u tema atë vetë kanë nxjerr video për vitri. Ç'atë tema? Kanë desh vetë devotshmëri ata. Unë do të thoja. Po çifta Xhelal Mziu duhet vërtetësi s'është lajm. Po kur shoh zonë tabaku dhe atë tjetrin, sigurisht që është lajm. Në mënyrë të vijueshme, teza parë që kam hedhur, duke nisur dhe nga një dokument i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e cila duke marrë në analizë vendet afrikane, duke marrë në analizë vendet afrikane, kishte nxjerrë një rezolut për domosdoshmërinë e kufizimit mandateve, jo më shumë se 2 mandate. Pse? Sepse duke qenë 2 mandate, lideri ka investuar, lideri ka mbështetje, lideri ka media, e gjitha me radhë, atribim ka ndarë pushtet, dhe në mënyrë të padiskutueshme ndodhi ajo që ndodhi, që edhe Merkel po donte të qëndronte te Kristian-Demokratët Gjerman, i kishte 10% të votave për t'i bërë Kristian-Demokratët të lëmsh që mos vinë asnjëherë sikurse erdhën në pushtet. Por dha dorëheqjen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë zgjidhur me kushtetutë jo më shumë se 2 mandate. Pse? Sepse çka gare do konkurroj Berisha për kryeministër thot. Konkurroj kush të doj. Berisha me 8 vjet pushtet president, 5 vjet pushtet presidence, 8 vjet pushtet kryeministri, me syrin e me shumë gjëra nga mbrapa që e mbështesin, e kush do e konkurroj Berisha? Saktë, ashtu është. Fakt është. Dhe prandaj, sepse kjo qëllonte në të gjitha vendet afrikane dhe i detyruan ata të nxjerrin rezolut për ato vende, jo më shumë se 2 mandate. Që atëherë kam dalë me politikën në kufizim të mandateve, sepse lideri vjetër, për ato mundësi pushteti që ka pasur, qofse do ta mbajtë bllokuar e mban të bllokuar. Sikurse e mbajti Zoti Berisha. Pastaj duke parë rezultatin e zgjedhjeve lokale, kam artikuluar shumë qartë tezën që me Berishën në krye nuk bëhet, por pa Berishën nuk bëhet. Kam pritur zhvillimet dhe asnjëherë nuk kam pasur pretendime për të qenë një listë humbse. Sepse qofse do ishte një listë fituese, me që e solle këtë argument, qofse Partia Demokratike do ishte një projekt fitues, nuk do kishte leadership që të mlinte mua jashtë, edhe po doja unë. Se shikoje këtu si e kam drejtuar degën e Durrësit në 2021. Kjo është dega e Durrësit. 2021 që kam qenë kryetar PD-je. Këto janë 3 degët e tjera të qarkut, Qiaku, Kryja dhe Fushkryja. Shikoje këto si rriten me 2-3% krahasim me njëra tjetrën. Rritja e Partisë Demokratike në krahasuar me 2017-ën, shikoje çfarë rritje ka. Dhe këtu çdo leadership politik që do të fitoj pushtetin, dhe qofse do ishte një projekt fitues, do më ishin lutur mua, edhe qofse s'do doja unë, sikurse s'kam dashur. Do një evidencë tjetër. Shiko këtu, votat e Partisë Demokratike.
Nuk e di në i kap kamera apo jo. Po. Këtu janë votat që kemi marrë për PD-n. Janë të gjithë kolegët e tjerë që janë kolegë të nderuar. Me 50% i ka rritur dhe i Glicara dhe Oert Bylyk Bashi votat të krahasuar me 2017-ën. Me 80% i kam rritur unë votat e PD-s. Pra po të shikosh nga shërbimi që i kam bërë Partisë Demokratike, në qoftë se do ishte një projekt fitues. Kjo tregon që keni marrë vota jashtë bazës tradicionale të PD-s. Kjo tregon shifër, këta janë votues. PD-ja në zonën time elektorale është rritur me 80%, kur të tjerët është rritur nga 30 deri në 50%. Dega e Partisë Demokratike Durrësit krahasuar me 2017-ën. Krahasuar me 2017-ën ka këtë rritje, krahasuar me degët e tjera. Dhe kryetar degë në mënyrë të padiskutueshme ka qenë antarësia e partisë, po ka qenë ekipi, nën kryetar, sekretar degë, strukturat e Partisë Demokratike që janë drejtuar nga ana ime, sepse kryetar kanë pasur edhe këto tjerat që kanë pasur këtë rritje, sepse ma the disa herë, pra nëse do ishte një projekt fitues, jo vetëm që do isha bashkuar, po nuk do më linin nëse do kisha dëshirë të bashkoja. Se nuk po dilet e shifrat, po tani që dole ke shifrat nuk ta bëjmë këtë pyetje, po kam një pyetje tjetër i dilem për këto shifra. Ju thatë pak më herët që shumë me qindra nga këta votues tradicional Partisë Demokratike nuk do marrin pjesë zgjedhje. Pyetja e madhe është ku do shkojnë këto vota? Tuajat, votat e Darsulës, votat e të gjitha atyre elementëve të një rrymë tjetër, të një fytyre tjetër brenda Partisë Demokratike, që sot për fat keq nuk janë më spaku, nuk do jenë pjesë e saj. Publicitet dhe më njëherë e marrin përgjigje nga zoti Xhaferi. Mirë, kthehemi në transmetim, jemi me zotin Ferdinand Xhaferi, ish drejtuesi Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, deputet i këtij qarku. Në fakt, zoti Xhaferi, shikoj, ju folët me drejt çështën e pronave dhe jo më larg se një ditë më parë Berisha është përballur me pronarët, me shoqatën e pronarëve dhe thjesht po citoj atë që i ka thënë përfaqësuesi i shoqatës të pronarëve të Vlorës në takimin që ai dje kishte në Vlorë. Ju na thrisin sa për show erdhën këta dhe ranë dakord. Kur vini në qeveri na harroni, ngelëm ish pronar, ne jemi pronar, ligji 7501 është antikombëtar dhe është tradhti. Po të ishte përdorim, ndryshonte. Unë i PD-s jam, po u harruam si 92-96-ën, si 2005-2013-ën, si 2025-ën do na harroni sërish. Edhe përfaqësuesi thot, Berisha i thot, po është e vërtet, thot që 7501-ën kemi këmbgulur ne. Përfaqësuesi thot, korrigjoj, thot, nuk është se e keni korrigjuar, është tradhti. Pra le themi, i rikthemi asaj që ju thatë që njerëzit nuk harrojnë. Këta pronarët, ja ku janë, këta pronarët, ky është i pronar që i 92-shit. Te një nga elementët e mbarimit të kohës politike të Berishës. Dhe ky është problemi që unë ndjej, se pavarësisht se unë të gjitha problemet që kam, unë votoj Partinë Demokratike, po problemi shtrohet që nuk bindot. Nuk bindot apo s'do t'i merrni as telefon të votojnë Partinë Demokratike? Shiko, e kam shumë të vështirë të mos jemi sinqert. Kur unë e shoh që partia nuk është investuar drejt një projekti fitues, po është investuar drejt një projekti që ka të bëjë me problemet e kryetarit me drejtësinë, dhe këtu e rithem. Atë që kam thënë edhe 3 vite më parë, që procesi ligjor ka shi zotit Berisha është një bazament të lëkundshëm. Dhe kjo vjen nga konsulenca e juristëve. Zoti Laçevita thot do e kthejmë Berishën pushtet. Shiko, ku është Laçevita se u zhduk prap? Zoti Laçevita do kthehet prap? Ka qenë një nga strategët kryesor, 2 kanë qenë që kanë drejtuar fushatën e presidentin Trump. Në mënyrë të padiskutueshme është një lule e çmuar që bleu Partia Demokratike për fushatën elektorale, por a shpreha e vjetër thotë që me një lule nuk vjen pranvera. Nëse Laçevita do e sjellë PD-n në pushtet, na bën të kuptoj që pranvera mund të vijë edhe me një lule. A mund të bëj një pyetje zot Xhaferi, sepse më lindi pyetja kur ju po jepni disa të dhëna, të cilat janë dhëna faktike, se vin nga terreni, ju i keni ato të dhëna dhe nuk keni pse sajoni, por paradoksi në këtë që do them është ky. Si ka mundësi që ju i atriboni vetes punës, ekipi që keni ndërtuar në Durrës, ku keni arritur kuota goxha të larta dhe i friksojeni zgjedhjeve duke qenë listat e hapura? Ose nuk janë të dhënat që ju paraqisni të vërteta, që unë nuk e dyshoj, por më bën të mendoj, ose jeni naiv,
sepse nuk doni të vazhdoni më tej karrierën politike. Sepse çdo kush me ato dhëna që thatë ju, me lista të hapura, shumë mirë duhet të jetë deputet sot. Po unë mendoj që nuk doja të them që nuk keni qenë shumë i vëmendshëm kur unë fillova artikulimin tim që në kryet herës. S'ka gjë, ritheksojmë prapë. Unë e thash shumë qartë që nuk në partitë politike jemi për të fituar zgjedhjet. Dhe unë nuk jam këtu për të marrë karrigën time si deputet, e të shkoj ata njerëz, kur pash që për 3 vite me radhë, tham që kryetari duhet ketë kufizim mandatesh duhet tiki, tham që na duhet një parti më e madhe se kryetari, tham që me Berishën në krye nuk bëhet, por pa Berishën nuk bëhet. Dhe kur vazhdohet në këtë drejtim, kur unë e di që nuk do fitohet, dhe unë për të marrë mandatin tim të deputetit, këtyre 8400 njerëzve dhe me qindra qytetarë të tjerë që unë kam bashkëpunuar ndër vite, unë t'i thoja hajde se do fitojmë. Nuk mund t'i gënjeja. E kam bërë edhe jashtë parlamentit. Pra problemi shtrohet që në Partinë Demokratike ti kontribon për të fituar zgjedhjet, nuk kontribon për të zgjidhur hallin tënd. Unë do ta mirëkuptoja shumë nëse ju do ta thoni këtë gjë para se të përcaktoshin. E kam deklaruar, unë nuk hyra në primare. Derisa hyra në primare, çfarë tregon kjo? Unë nuk hyra në primare. Mbas primareve u caktuan dhe listat e mbyllura, listat e hapura. Gjërat janë fare evidente, sepse nuk pash një projekt fitues dhe nuk i pash primaret si hallk që do energjizonin partinë. Dhe këtu është problemi kryesor. Pra çfarë duhet bëja unë? Mos tisha vetvetja. Ti thoja hajde se do punojmë se do fitojmë, e traskapiteshin njerëzit kur dia që nuk do fitohet. Po ai nuk kontaktoi fare kur në gjithë të proces. Pra keni pasur komunikimin e tjetër, pra si erdhi ky vendim? Erdhi vendim i anshëm nga ana juaj, ishte një farë mënyrë të bashkuar në diversitet, që nga 2021 e deri në 2025 që jemi tani, unë i kam dhënë 30 sekonda dorën zotit Berisha në një darkë që shtroi për grupin parlamentar Flamur Noka tek sofra e Riut. Kaq. Zero komunikim. Aty kishte edhe një batut, se njëri nga kolegët më ngacmoi se erdha pak me vonesë, mund ta themi tani sepse derisa doli dhe vallja, dhe më ngacmoi edhe më tha na thuaj diçka, na thuaj një fjalë, zoti Xhaferi na thuaj një fjalë, dhe po e lëm këtu më mirë, nuk po shkoj më. Jo po thuaj vetë, mos na thuaj gjithë, më na të një histori vetëm kaq të. Nuk dua të shkoj më tej, do të rikthehem te ajo që tha zoti Lami, pra vështirësia kryesore këtu është që pavarësisht se unë do e votoj Partinë Demokratike, unë e shoh se njerëzit për vite, si pasojë asaj skadimit të kohës politike, nga 92 një pjesë, në 96 një pjesë tjetër, në 2005 një pjesë tjetër, në 2013 një pjesë tjetër, në 2021 një pjesë tjetër, në 2023 një pjesë tjetër, njerëzit e kanë kuptuar që s'mund të përdoren më dhe do refuzojnë të marrin pjesë në. Një pyetje kam, ku shkon? Ky është problemi që shoh unë, pavarësisht se vota ime të shkojë te Partia Demokratike. Po që nuk është mjaft. Por ku shkon gjithë ky fluks votash në një perspektivë tjetër? Do ketë rritet partive të vogla. Unë mendoj që do ketë, dhe po të shikosh retorikën edhe të Berishës, edhe të Ramës, është sulm karshi partive të vogla. Të dyja të reja apo të vogla? Partive të reja, unë do shiroj të jenë të mëdha, partive të reja. Po që janë të vogla, realisht. Ose s'janë matur akoma. Të dyja palët i sulmojnë. Si Paterica Rama i quan Paterica të opozitës, opozita i quan Paterica të Ramës. Keni një koment për rastin Sula, i cili për fat keq dy liderat kryesor e kthyn pothuajse një komedi teatrale një ditë më parë. Njëri thoshte do të pranojmë dashin, po të shkojë të dezinfektohet te Pularia, tjetri thoshte i shtrëmbronte dhe emrin ja bënte dashnor Sulo, atu se nuk e njeh. Dhe ndërkohë i thoshte është i Joni, mos bëj gabim, po ktheu. Pra le të themi vlerat e fenomenit Sula nuk qëndrojnë në raport me individin, si për zotin Rama, ashtu dhe zotin Berisha. Vlerat e fenomenit Sula qëndrojnë në raport me faktin që ktheu në komike primaret. Berisha. Ktheu Sula, ajo që ndodhi me zotin Sula, i ktheu primaret në komike, sepse doli më i votuari, kishte aktivitet parlamentar dhe u përjashtua nga lista. Që të regoj që primarët ishë një problem për proces fare efektiv. A pyetja që lidhet me pyetja që bëra unë lidhur me fluksin e votuesve gjatë, lidhet edhe me moshën, themi, moshën biologjike të zotit Berisha, e cili është fakt hynor, është nga zoti. Jo, s'ka të bëj fare me moshën. Jo, një sekond, po dua të them diçka tjetër. Them me kalimin e viteve nuk është zoti Berisha bëhet më i ri. Apo jo.
Dhe Kuqet theksohen më shumë, po jo se mosha mirë, bëhet e vërtetë, mere, po. këtu ke drejt, kur po na theksohen huqet ne që jemi shumë herë më të ri se ai mosh mendo imagjinoj zoti mosh Berisha. tjetër. Cikël biologjik. Problemi, cila është perspektiva e Partisë Demokratike? Mbas zgjedhjeve. Jo, nuk po flas, pas zgjedhjeve besoj jemi të qartë gjithë, mund të diskutojmë shkallën e humbjes, po jo shkallën e fitores. Por cila është perspektiva me kalimin e viteve, me kalimin po i lamit parë? Ky është edhe problemi. Çfarë ndodh me Partinë Demokratike pas 120 vjetësh kur zoti Berisha mos jetoi më? Unë gjykoj pra që për mua... Çfarë ndodh me Partinë Demokratike? Pra, ka një të nesër me Partia Demokratike pas zotin Berisha? Për mua... Se kjo është pyetje e fortë, Për mua cikli i zhvillimit të Partisë Demokratike mbyllet në momentin kur zoti Berisha mbas zgjedhjeve lokale nuk ka për rrugën për leadership të ri të kësaj force politike, por përkundrazi ndërton strategjinë e tij, siç u materializua në përgatitjen e listave për të zgjedhur besnikët, sejmenët, të nënshtruarit, ata që janë pa perspektivë. Pra thoni, fillon goditja me 12 maj dhe përfundon në zgjedhjet e ardhshme lokale. Dhe e gjitha kjo të çon në logjikën për ta bunkerizuar më shumë Partinë Demokratike dhe jo për ta hapur atë. Dhe vetë persona që janë brenda Partisë Demokratike janë përzgjedhur me cilësi gati të ngjashme, të cilët janë pro dhe mbështetin zotin Berisha dhe jo ta kritikojnë zotin Berisha, se tek e fundit, dhe ky është lajmi i keq dhe më shumë, kanë kuptuar zoti Basha që në opozit nuk jetohet keqër. The edhe zoti Basha, ha? Më fal, zoti Baba. Po më the zoti Basha e lashëm emision. Më kërkoj falje, por kanë kuptuar. Nuk e lema jo. Kanë kuptuar që nuk jetohet keq dhe në opozit. Pse të foli Freudi, e kishte për zotin Basha. Sigurisht, po. Zoti Basha s'po jeton keq. Edhe ai vet nuk jetohet keq. Pra të gjithë kanë kuptuar që edhe në opozit, nën diktat, nën presion, të censuruar, në kuptimin materialist dhe kutit personal dhe egos personale, nuk është se jetohet keq. Dhe këto tre lajme që unë po i bashkoj në një, është lajmi i keq në kuptimin e perspektivës Partisë Demokratike. Por unë shpresoj dhe uroj që 2025 në 11 maj ta surprizoj pozitivisht me disa zhvillime modeste të partive të vogla, të cilat na krijojnë perspektivën që gërryrja që ndodh brenda Partisë Demokratike ketë një çadër ku të shkojë. Çadër dhe strek ku mund të shkojë. Se nëse partitë e vogla do të na zgënjejnë siç na kanë zgënjur në 34 vite, është e vështirë të shpresojmë për një ndryshim, për një strukturë të re të formacioneve politike dhe apo ristrukturim edhe të votës elektorale. Cila është perspektiva? Perspektiva më optimiste. Mbas 120 vjetësh, a? Perspektiva me mbas 90 ditësh, mbas si i bie 50 ditësh. Perspektiva më optimiste që unë do kisha dëshirë të ndodhte ishte që të mundësoj rotacioni politik. Njëkohësisht do ta pranoja me shumë dëshirë edhe një humbje shumë të ngushtë të zotit Berisha. Pra një humbje me 3-4 mandate, 66 me 74. Se kjo të krijon besimin që mund të ribëhet gjëja. Pa ajo që konstatoj në teren. Indiferentizmi në ekstrem i atyre votuesve të hershëm të Partisë Demokratike, si duket ka të bëjë me faktin që elektorati djathtë ka kuptuar që një çete pa isur me vul nga Edi Rama, sepse qofse themi që sistemi në drejtësisë e ka kapur Edi Rama i dha vulën. E thoni ju ato. E thonë ata, e thot Berisha. Pra unë them gjithmonë që ecim me logjikën e Berishës. Ecim me logjikën, atëherë pra i pajisi me vulë. Dhe mos pjesëmarrja në votim ka të bëjë me faktin një farë ndërgjegjësimi të shpëtojmë të paktën 2029. A shpëtohet 2029? Pra, me çfarë konstatoj unë, rikthimi i Berishës, mundësimi i bashkimit si pasojë e mundjes së zotit Basha në zgjedhjet lokale, ai ishte fati i zotit Berisha që u rikthye, fati i mirë. Në 11 maj do jetë fati i keq i zotit Berisha, që po Lulzim Basha do të detyrojë të largohet, sepse në qoftë se nuk merr as rezultatin e Lulzim Bashës në 2021, erdhi sepse e mundi Lulzim Basha në zgjedhjet lokale dhe doli faktori më i rëndësishëm opozitar. Por në qoftë se me 11 maj nuk merr as rezultatin e Lulzim Bashës në 2021, atëherë në mënyrë të padiskutueshme nuk vlen justifikimi për të thënë që mi vollën e kontestimit të zgjedhjeve, por duhet të
të kryoj mundësinë që opozita të ribohet për 2029. Duhet desha kur ju pyeta për zonin Leçivita, më tepër do e dila diku tjetër. Zoti Berisha ka bërë një kërcim spektakolar për moshën që ka, jo moshën biologjike, por moshën politike, nga një sovranist i thekur deri në vitin deri në 4 nëntor të vitit 2024 në një pro-amerikan super thekur pas 5 nëntorit 2024 ku fitoi zoti Trump. Pra u kthye nga një sovranist në një globalist. Në një globalist, jo në një pro-amerikan trumpist. Ju i besoni këtij vokacioni zotit Berisha? Shiko, unë do të thoja që do t'ju ndihmoj pak. Ju lutem regjia, tani do të shikoni një video të vitit parafundit, më duket, kur zoti Berisha ka qenë kryeministër në një mbledhje qeverie. Ta ndjekim pak. Është e domosdoshme që sistemin tonë arsimor në përqindje të caktuar krahas gjuhëve tjera të mëdha të detyrimisht të jetë si e dytë dhe gjuha kineze. Një mik i imi do të më theshte prapë se kur vjen puna për ta folur, shqiptarët janë të parë që e flasin më mirë këtë gjuhë që unë di vetëm 3 fjalë. Tën si homa, kaq di unë kineshe. Shiko, si a jeni mirë. Tani do të thoja që duhet ta konsultoj me Leçivitën, sepse aty dëgjova që zoti Berisha thonte është e domosdoshme dhe e detyrueshme. Pra me detyrim. Si rusisht e dikur. Konsultoj, do e vendosin në 100 ditët e para të qeverisjes apo do e shtym për mëtej. Dhe të kthehemi tek sovranizmi që lidhet gjithmonë me kohën politike. Shikoj, në 2022 fliste për sovranizëm. Në 2023 kandidon Belerin për zgjedhje lokale. Po ka shumë demokratë që përpara se të jenë antarë të Partisë Demokratike dhe të kenë kontribuar në PD, janë shqiptarë, janë patriotë. Dhe nuk ta pranojnë. Këtë lloj nuk dua të them Karagjazlloku se kam respekt, se kemi imponuar bashkë. Këtë lloj zhvendosje nga sovranist, kthimi dhe mbështetja e Belerit. Dhe janë demokratë që mund të jenë nga veriu në jug, që diku pak për këtë, diku pak për pronën, diku pak për firma piramidale, diku pak për aleancën me LSI në 2009-2013, 21 janari, pak këtu, pak atje, të gjitha bashkë që jepin atë mbarimin e kohës politike. Sepse nuk mund t'ja pranoj një shqiptar patriot, që ka qenë komandant i përgjithshëm i forcave të armatosur, ose ka qenë presidenti i Republikës në 94-ën, kur u vran 2 ushtarët. Unë respektoj vendimin e gjykatës greke. Po kështu respektoj dhe faktin që kanë qenë makinë Beleri me ata zotërit. Kam qenë peshkupi në prill të 94-s. Në këtë konceptim i gjithë çështja që ne kemi qenë kundra për një leadership të ri, lidhet me faktin që për të shkuarën e tij politike, për gjërat pozitive dhe për gjërat negative, të gjitha bashkë formësojnë mbarimin e kohës politike për zotin Berisha. Roland, ka shumë parti, nuk e dim si do dalin në 11 maj, kemi fraksionin e zotit Basha, kemi fraksionin e zotit Shej Alibeaj, kemi dhe në një përpjekje të çiltër, si ta gron Shejajt, nuk e di sa e suksesshme do jetë, po të çiltër të zotit Shejaj, të paktën në dukje. Ka dhe një parti e re e cila pretendon që është e djathtë si Shqipëria bëhet. Do jenë të suksesshëm. Ti shikoj, mund dozën e skepticizmit e kam të lartë, sepse janë parti që e kanë dozën e sinqeritetit tullët, nuk flas, jam dakord me ju për Shehajn dhe për Dashin dhe për Ekelia dhe Liben. Mendoj që ata janë e vetme për tham të djathësh të sinqert. Pro reformës drejtësi, kundër temi berishizmit si filozofi dhe si ideologji politike apo qeverisje, por të tjerët kam dozat larta skepticizmi me thënë vërtetën, kohë do ta tregoj. Megjithatë, Lami, pas 11 majit sigurisht që do ulim dhe do flasim shumë për rikonfigurimin e skenës politike, natyrisht në radhë parë do flasim për rikonfigurimin e djathës, sepse ai është
ajo është më e fragmentuar sot, e mund të jetë një nga elementet e humbjes së opozitës në zgjedhjet e 11 majit. Çfarë mendon që ndodh në momentin e stër skadimit, siç thotë Xhaferi të themi të produktit Berisha? Mendon që e djatha duhet të thrasi mendje si moment dhe thotë në radhë parë bëhemi djathtë real, duke filluar nga mea culpa për çështën e pronave, çështje tjera, ndjes për vrarjet e 97 që nuk u kërkuar kurrë, po u kalua me një ndjes të përcivt për skemat piramidale, një pranim realiteti, një ndjes për mënyrën se si shteti që u drejtuar për tyre 20 janar veproi, shteti që u drejtuar për tyre, jo për gjithë ngjarjen. Mendon që e djata duhet të ketë një moment themi reflektimi dhe një farë ndoshta keqërimi kuvendor për të mbledhur edhe një herë bashkë. Logjikisht po. Pa Berisha po flas. Logjikisht po, sepse janë tezauruar të gjitha justifikimet për të vazhduar drejtimi i Partisë Demokratike nëse rezultati i zgjedhjeve shkon ashtu siç parashikojnë sondazhet dhe siç shprehen shumë nga individ të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike që nuk janë sot ngarë në lidhje me realitetin elektoral që ka kjo forcë politike. Ne se urojmë që kjo të ndodhë, por gjasat janë që ne të shkojmë drejt këtij realiteti. Dhe në këto kushte, ku janë ezauruar të gjitha justifikimet për të vazhduar më tej drejtimin e Partisë Demokratike zoti Berisha, pasi Nuk flas për të rrëzuar Berishën nga PD-ja, se ajo nuk ndodh. Më gjërë se kaq pra. Ajo nuk ndodh. Do dalë ke skenari keq, siç e mendoj unë. Pra, zgjedhje lokale u humbën, basti i parë, basti i dytë vetëm po e hodhi zoti Noka, mund ndodhi dhe ajo. Basti i dytë dhe më i rëndësishëm, zgjedhjet e përgjithshme u humbën. Statuti i Partisë Demokratike e përcakton qartë, pra në kuptimin e kushtetutës se si funksionon parti politike, po gjithë çështja është se si lëvizin fraksionet dhe ekuilibrat brenda Partisë Demokratike dhe si përdoret karta. Ka Parti Demokratike. Ka Parti Demokratike si përdoret karta e shumicës për të legjitimuar status quo brenda Partisë Demokratike. Këtu e shohën problemin dhe dalin jashtë logjike. Landi, unë dajem me ty te kjo pjesa, unë mund të jem pak më i ashpër në këtë gjë që them, po në herë vërtet ashpër nuk e çaj me cepa është. Po. Se po e latove nuk është më e vërtetë. Unë nuk mendoj që brenda Partisë Demokratike në 12 maj do ketë proces reflektimi. Harroje. Ta thash, vetëm nëse flasim që procesi i reformimit do nisë nga zoti Noka. Këtu pastaj mund ndodhi edhe kjo, se derisa e bëri zoti Basha, mund ta bëjë edhe zoti Noka. Po unë them që nuk ndodh. Nuk ndodh atë. Dhe ai proces nuk ndodh. Unë them që Partia Demokratike avash po i afrohet moshës biologjike të zotit Berisha. Dhe do vazhdojë 120 vjet sa të jetojë zoti Berisha, do jetojë edhe Partia Demokratike. Sigurisht, patjetër. Plas ç'a ndodh me votuesit, mëse ajo që thotë Xhaferi është e trisht që janë votues tradicional, dhe unë e di ç'a janë votuesit tradicional të Partisë Demokratike. Janë tifozët. Janë tifozët e mirëfillt, ata që janë antikomunistë, janë persekutuar, janë pronar, janë qytetar. Kur tifozi shef që një herë skuadra flet për somranizëm dhe pastaj shkon te Beleri. Ikën, kur tifozi i kthehet nuk ikën të gjithë, ikën një pjesë këtu. Si shton tifozët, tifozët janë pronarët e vërtet klubit, nuk janë pronarët e klubit. Dhe ata një moment do ikën, do praktisin tribuna. Po ku do shkojnë ata? Se ata e duan futbollin. Para një herë ku do shkojnë? Unë po duhet, ku do shkojnë? Unë pikërisht këtë gjë po thoya zoti. Se duhet ta mbyllim, po. Logjikisht aty do të ketë transformim pas zgjedhjeve, por realisht si janë unë po them ç'a ndodh jashtë realisht si është ndërtuar dhe kompozuar dhe mentalitetin dhe mendsimin me cilin ka ardhur zoti Berisha, e shoh vështirë që aty do të kemi një riorganizim partisë. O aty iku mbaroi, unë po them jashtë. Vetëm as fiqe elementet që janë jashtë po them. Riorganizimi. Pra zoti Xhaferi sot e ke jashtë. Vetëm as fiqe mbetet është riorganizimi i të pakënaqurve, të dështuarve, dhe ato pak që kanë mbetur brenda Partisë Demokratike për të krijuar një formacion tjetër. Do jashtë bunkeri zoti Berisha. Po vazhduat me iluzione, pastaj vazhdoni. Nuk ka PD, ka vetëm bunkerin e zotit Berisha dhe ai do ta mbajë deri në fund, është e tia. Po, vetëm shpejt e lutem, se duhet ta mbyllim. Shumë shpejt. E para një herë unë do të kisha dëshirë që të ndodhte rotacioni, se përsëri thon të gjitha këto që tham, e konceptoj PD-n si të keqen më të vogël, nisur nga fakti që sidomos në mandatin e tretë, qeverisja nuk ka qeverisur, por ka prodhuar vetëm skandale. Por, sikurse e thash dhe pak më parë, edhe një humbje të ngushtë, sepse zgjedhjet këto janë, shoqërohen me pasiguri, edhe një humbje e ngushtë mund të jep të optimizëm për më tej. Por nëse zoti Berisha nuk merr rezultatit të Bashës 2021-shit, ai rezultat dhe ajo fitore e Bashës e riktheu zotin Berisha. Zotin Berisha, pa ai rezultat duhet ta bëjë që dorë nga teorikisht, to janë fakte. Pastaj se jo, po. Ato që rezultate patjetër që opozita dhe e djatha të shpëtoi 2029-ën.
Ferdinand, faleminderit shumë që keni qenë në program. Kënaqësi ti është e ju. Landi, faleminderit për bisedën sonde. Kënaqësi. Rrisori kthehej sërish të hënën në orën 8. Deri atëherë nga Mosovul Balla, natën e mirë. Unë nuk kam pretenduar asnjëherë të jem në një listë e cila konceptohet dhe vjen si rezultati i një procesi që e çon Partinë Demokratike të drejthumbjes. Zoti Berisha në të gjithë drejtimin e Partisë Demokratike ka treguar që përveç 2005-s, për arsye pragmatiste, nuk bashkëton dot me kritikët, me kundërshtarët, me rivalët. Që do shkonte përtej të mobilizonte jo vetëm militantët që kishte Berisha, po të unifikonte PD-n dhe të shkonte përtej PD-s. Ka na duhej një lider për një parti më të madhe sekretari. Dhe këtu kam besuar. Çfarë pam ne? Investim për ta futur PD-n në sqetull. Ne jemi në një çështje e cila është shumë e tekaluar dhe tregon dhe vjetërsinë edhe kalësinë në drejtim që ka kjo forcë politike e cila nuk guxon së brosmi të ndërtoj dhe të ndryshoj leadershipin e saj. Në 2005-2009 qeverisëm shumë mirë, po pastaj erdhi aleanca me LSI-n, që prodhoi 21 janarin dhe njëkohësisht të futja e LSI-s me pothuajse 40% të qeverisë ishin me 10-13 demokratë, profesionistë shumë të mirë që në ato kohë Partinë Demokratike që ankohonte shpreha të raft LSI-a, sepse u rafshuan të gjithë me puna. I besuan, si të thuash, të gjithë basin në cilën ai shpalli publikisht brenda Partisë Demokratike dhe jashtë, duke thënë: unë jam gjendje të fitoj ndaj zotit Rama, duke parë su të gjithë kundra, edhe faktorin ndërkombëtar brenda, edhe non grata brenda. Dhe unë gjykoj që zgjedhjet 2023 do të ishte momenti krucial për të treguar që ky bast i zotit Berisha humbi.